Në një raport të policisë së Detovës bëhet e ditur se janë regjistruar 246 shkelje të ligjit për pastërti publike, prej të cilëve 47 në Detovë dhe 199 në rajonin e Gostivarit. Pjesa dërmuese e shkeljeve janë hedhje të letrave dhe mbeturinave të tjera, transport të materialeve ndërtimore dhe materialeve tjera pa mbulesë adekuate, lënje të sendeve të vjetra në rrugë e trotuare. Për këto shkelje dënimi është 50 euro në kundërvlerë në denar, ndërsa dënimi është më i lartë për transport të mbeturinave pa mbulesë. Për të gjithë ata të cilët kanë bërë shkelje të ligjit për pastërti publike janë përgatitur flet pagesa për pagesë të dënimit, e cila mund të ndërohet me punë vullnetare. Megjithatë, askush nuk e ka shfrytzuar këtë mundësi dhe për këtë shkak është ngritur kërkesë për inicim të procedurës ligjore para Komisionit Përkatës. Policët të sektorit për punë të brendshme në Detove dhe gjatë periudhës së ardhshme do të vazhdojnë me kontrollet për zbatim të ligjit për higienë publike dhe të gjithë ata të cilët do të shkelin ligjin do të përballen me sanksione me qëllim që të ketë më shumë rend dhe higienë në zona publike dhe më gjërë, njofton policia.